Presidentja Vjosa Osmani ka thënë se Serbia në vazhdimsi bën përpjekje për dëmtimin e sovranitetit të Kosovës. Osmani në një fjalim para studentëve në Universitetin e Berlinit është shprehur se përpjekjet e shtetit serb bëhen përmes destabilizimit të situatës, dezinformimit, por edhe duke përkrahur grupe terroriste kriminale. The aim is to reverse the very verdict of history. Qëllimi është të kthehet prapa verdikti i historisë për të zhbërë çdo gjë të demokracive. Kosova nuk do të friksohet, e dim se si veprojnë agresorët, se çfarë bëjnë dhe çfarë do të bëjnë nëse nuk i ndalim ne së bashku. Përfundimisht, përgjigja ndaj dhunës është sundimi i së drejtës, përgjigja ndaj propagandës është e vërteta, përgjigja ndaj frikës është guximi i përbashkët dhe i ringjallur, me më rëndësi, përgjigja ndaj agresorit që maskohet si paqbërës është të kesh aleanca të forta. Osmani ka folur edhe për synimin e Kosovës që të bëhet sa më parë pjesë e Bashkimit Evropian. Po ashtu ka thënë se zgjerimi i BE-s nuk duhet të vonohet. Every delay emboldens those who do not share the same values as us. Çdo vonesë trimëron ata që nuk e kanë të njëjtën vlerë që e kemi ne. Kosova nuk kërkon privilegje. Kosova kërkon drejtësi për proces meritor dhe as shkurtesa. Një rrugë, shteg i qartë, kredibil, por respekt për punën që kemi bërë dhe reformat që vazhdojmë të ndërmarrim. Respect for the work we have done and the reforms that we continue to undertake. Presidentja Osmani ka thënë se demokracia në Kosovë është përforcuar vazhdimisht e ka vlerësuar mbajtjen e zgjedhjeve si më të lirat e mogarueset në gjithë rajonin.